Habit mjeku, kamomili shëron këto sëmundje në kohë rekord. Ja si ta përdorni. Si një ilaç natyral, kamomili është i njohur për vetitë e tij qetësuese dhe antibakteriale. Kjo bimë ka përfitime të shumta shëndetësore, si mbështetja e sistemit të tretjes, forcimi i imunitetit dhe përmirësimi i shëndetit të lëkurës. Kamomili vepron si një qetësues natyral dhe lehtëson stresin, çrregullimet e ankthit, gjithashtu relakson edhe sistemin tuaj nervor. Dhe përdorimet e tij në dietën tuaj të përditshme mund t'i japin përfitime fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Kamomili, në konsumin e tij të rregullt, mund të ndihmojë në uljen e hormoneve të stresit, kortizolit dhe të shërbejë gjithashtu edhe si një ilaç natyral kundër problemeve të pagjumësisë. Çaji i kamomilit është një përzgjedhje fantastike që mund të reduktojë problemet e ankthit dhe të përmirësojë gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit. Gjithashtu ky çaj ndihmon në lehtësimin e fryrjeve, ngërçeve, gjithashtu edhe problemeve të dispepsisë. Vetitë qetësuese të kamomilit kanë efekte relaksuese në muskujt e zorrëve, gjithashtu reduktojnë ndjenjen e ankthit të shkaktuar nga problemet e tretjes. Kamomili është efektiv gjithashtu edhe kundër problemeve të muskujve të dobët, kyçeve dhe dhimbjeve të tyre. Dhe përdorimi i tij me kujdes në dietën tuaj të përditshme mund t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Për sa kohë kamomili përdoret si një zgjedhje e parë, ai do t'i japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kamomili gjithashtu është efektiv në zbutjen e dhimbjeve të muskujve të kyçeve, problemeve menstruale, gjithashtu ka efekte qetësuese në muskujt e zorrëve, gjë që redukton gjithashtu shkaktimin e dobësimit të tretjes. Kjo bimë ka efekte antioksiduese që forcojnë sistemin imunitar, duke bërë trupin më rezistent ndaj infeksioneve si ftohja gjithashtu edhe gripi. Çaji i kamomilit është efektiv në lehtësimin e dhimbjeve të kokës, gjithashtu edhe të migrenës, dhe vetitë qetësuese të kamomilit do të bëjnë një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në uljen e tensionit në trup. Konsumi i rregullt i çajit të kamomilit mund të përmirësojë shëndetin tuaj edhe të arrisë gjithashtu nivelet e organizmit tuaj në tërësi, duke u përkthyer në një rezultat fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kamomili ka efekte pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Gjithashtu ai është konsideruar si një bimë e sigurt dhe është përdorur në shumë kultura. Disa studime kanë treguar se kamomili mund të përdoret në kombinim me bimë të tjera dhe të ketë përfitime të larta shëndetësore. Megjithatë, si me çdo produkt të kombinuar, është vështirë të thuhet se cilat janë përfitimet esenciale të kësaj bime, por gjithashtu përdorimi i tij me kujdes në dietën tuaj të përgjithshme mund t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë kamomili përdoret nën kujdesin e duhur dhe gjithashtu në mënyrën e duhur, përgatituni të merrni përfitimet e larmishme në mbrojtjen e shëndetit. Shpërlarja e gojës me kamomil mund të lehtësojë plagët e shkaktuara në gojë nga trajtime të ndryshme. Ullumtimet tregojnë se kamomili është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përdorime të tilla me kujdes të kamomilit mund të përbëjnë një urë të mirë shëndetësore, mbrojtjen e efektivitetit të shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kamomili do të qetësojë sistemin tuaj nervor. Një studim i zhvilluar nga kërkuesit universitar të Universitetit të Pensilvanisë ka konfirmuar se kamomili është në gjendje të ulë nivelet e ankthit te personat të cilët të vuajnë gjithashtu nga problemet e tij. Kamomili mund të qetësojë gjithashtu edhe problemet e aparatit tretës. Ekstraktet e kamomilit mund të ndihmojnë në reduktimin e ulçrave dhe dhimbjeve të stomakut, si dhe të lehtësojnë gjithashtu simptomat e zorrës së irrituar. Edhe pse duhen studime të tjera ta konfirmojnë atë, në fakt kamomili vlerësohet si një nga bimët më të mira kundër aciditeteve të larta të stomakut dhe komplikacioneve që i kanosen atij. Disa persona mund të mos e pëlqejnë kamomilin në formën e çajit, ndaj mund ta përdorin lulen e tij edhe në formën e sallatave. Kamomili përdoret edhe në produkte të mira kozmetike.
Një ndër mënyrat më të sigurta që gjyshet tona kanë përdorur për të hapur ngjyrën e flokut të tyre është përdorimi i kamomilit. Studime të shumta kanë evidentuar se kamomili do të rrisë reflekset e dritës, çka shpjegon kjo gjithashtu edhe përfitimet që ai ka në mbrojtjen e shëndetit të flokut dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kamomili redukton problemet e irritimeve të lëkurës. Për përdorimet të jashtme si ekstraktet rekomandohet kundër problemeve të lëkurës, sidomos kundër ekzemave dhe gjithashtu skuqjeve të syve. Studime të shumta kanë treguar se lulja e kamomilit është efikase kundër këtyre problemeve dhe kjo shpjegon faktin pse përdoret gjërësisht në produktet kozmetike. Kamomili rekomandohet gjithashtu edhe në lehtësimin e ciklit. Vetit e kamomilit janë të shumta, mirë po, veçanërisht sa u takon femrave duket se u vjen më së shumti në ndihmë. Sipas një studimi të publikuar në Journal of Agriculture and Chemistry, shpjegohet se kamomili vepron si një qetësues kundër dhimbjeve të ciklit menstrual, gjithashtu edhe inflamacioneve. Kamomili mund të ndihmojë gjithashtu edhe në luftën kundër problemeve siç janë për shembull edhe ato të radikaleve të lira. Kamomili është një produkt fantastik që mund të bllokojë dobësimin e qelizave dhe të rrisë gjithashtu rezistencën e organizmit tuaj. Ai mund të jetë një përzgjedhje mirë ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kjo për shkak të antioksidantëve që përmban do të jetë një mburojë shumë e mirë e trupit kundër problemeve siç janë radikalet e lira. Kamomili ndihmon kundër inflamacioneve dhe gjithashtu bllokimin e rrufave. Çaji i kamomilit është gjithashtu një zgjedhje e mirë kur jeni sëmurë dhe doni të mbani larg infeksionet dhe të ftohtin, gripin ose sinuset. Studimet tregojnë se ekstraktet e kamomilit mund të bëjnë një përzgjedhje të mirë ushqyese në mbrojtjen e organizmit, në betejën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së tij. Çaji i kamomilit, i përdorur me kujdes në recetat tuaja ditore sipas ekspertëve të Healthline, do të jetë një përzgjedhje fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Duke mbajtur larg komplikacionet do të përkthehet në një bimë të veçantë ushqyese në rigjenerimin e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Kamomili është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime ndërsa nevojiten edhe pak trajtime. Gjithashtu ai mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër shqetësimeve që i shkakton organizmit. Kamomili është një përzgjedhje shumë e mirë e trupit kundër bakterive të dëmshme. Efekti antibakterial i kamomilit mund të ndihmojë në luftën kundër ftohjes dhe gjithashtu kundër problemeve që lidhen me bakteriet dhe infeksionet. Kamomili është një përzgjedhje shumë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu, ai mund të jetë një përzgjedhje e mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trupit. Kamomili është një përzgjedhje shumë e mirë kundër spazmave të muskujve. Gjithashtu, sipas ulëntimeve, përdorimi i tij me kujdes mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për rigjenerimin e organizmit, gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve. Sigurohuni që ta përdorni atë si duhet dhe kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike, gjithashtu edhe në nxitjen e gjumit. Një gotë çaj kamomili para gjumit vepron si një qetësues në sistemin nervor në mënyrë që të lejojë të bëni një gjumë të rehatshëm. Vlen të theksohet se kamomili është përdorur si një ilaç kundër pagjumësisë për shekuj me radhë. Çaji i kamomilit është një zgjidhje që mund të ndihmojë edhe kundër problemit të hemoroideve. Besohet se kamomili mund të ulë riskun e radikaleve të lira dhe të japë gjithashtu rezultate fantastike në fuqizimin e sistemit imunitar, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kamomili do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përdorimet të tilla me kujdes të kamomilit do të përbëjnë një urë të mirë ushqyese për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Ka shumë mënyra të aplikimit të kamomilit, por më e lehta dhe që mund të ofrojë më shumë përfitime është përmes çajit. Nëse keni probleme me shijen, mund të shtoni limon dhe të konsumoni në çdo kohë. Nga që efektet shëndetësore janë të shumta, përdorimet e tij në dietën tuaj do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë ushqyese dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj përdoreni atë me kujdes në dietën tuaj dhe përfitimet që do të merrni do të jenë gjithashtu mbreslënse në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e shqetësimeve. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.